pa diskutime të ndryshme rreth asaj se kur është opsioni ma optimal dhe ma i favorshëm për qytetarët e Republikës Kosovës, ne si guxo kemi mbrojtë qëndrimin që mes datës 21 dhjetor dhe datës 28, ne kemi preferuar datën 28. Arsyet janë të thjeshta për shkak se Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve lokale, për shkak nevojës që të kemi koordinim dhe përgatitje më të mirë edhe të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe të partive politike, por njëkohësisht edhe për nevojën e organizimit më të mirë në nivel të ambasadave dhe të konsulatave në vendet e Bashkimit Evropian, po edhe përtej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky është propozimi jo. Ne mendoj që data optimale mes datës 21 dhe 28 më e favorshmja, më e përshtatshmja për qytetarin, për mërgatën, për institucionin, për menaxhim më të mirë është data 28 dhjetor. Kjo ishte vija e përgjithshme se cila ishin pjesë të diskutimit dhe qëndrimit të Partisë Guxo. A keni ndonjë pyetje të shpejtë apo ikim? Keni guxim me garu vetë Partia Guxo do jeni prapë koalicion me Lëvizjen e Vendosur? Ne edhe veç guximi nuk na mungon, as na ka mungu kurrë. Vendosëm atëherë se si e shohëm më të arsyeshme, më racionale edhe probabilitetin më të madh fitores, për shkak se ne jemi të bindur që prapë bashkë me vendosjen do të korrim fitore më të madhe se sa të 9 Shkutit.